Zjarri në deponin ilegale në Shutk është quar pas një jave, i njëjti është shkaktuar nga faktori njëri, kështu deklaroi për televizionin shenja drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza, Muhamet Ali, i cili për më tepër tha se me të marrë denuncimin nga ana e qytetarëve e kanë informuar qytetin e Shkupit, megjithatë thotë se reagimi ka qenë shumë i ngadalshëm dhe jo efektiv. Qytetarët kanë emëruar para një jave se ka zjarr. Aty dhe ka tim dhe ju bën problem dhe qytetarëve dhe shtëpive dhe biznesive afër. Para një javë informuam në qytetin e Shkupit dhe ndërmarrjet në qytetin e Shkupit që të marrin masa kujdestarie apo masa tjera, por deri në dje nuk ka pas ndonjë masë të madhe, edhe pse zjarrfiksat çdo ditë kanë shih, por ajo është një deponi egër pak si e madhe, nuk mund zjarrfiksat vetë ta mbulojnë atë zjarr. Duhet mekanizim më i madh, bagera dhe kamionat ta mbulojnë me rrej apo me materiale tjera. Me qenë se temperaturat po rriten dhe rreziku për përhapjen e zjarreve është i madh, drejtori njofton se Qendra për Menaxhim me Kriza vetëm menaxhon, informon dhe koordinon institucione tjera që duhet të reagojnë kundër zjarreve. Qendra për Menaxhim me Kriza vetëm menaxhon dhe koordinon institucione tjera, kurse komunat dhe brigadat apo zjarrfiksat i kanë ato mjetet dhe një helikopter ka policia dhe ushtria. Kemi resurse me përballë prej zjarreve. Vitin e kaluar vendi ka qenë prej zjarreve aktive në disa zona. Apeli i drejtorit megjithatë është që qytetarët të kenë kujdes kur lëvizin nëpër zona të thata dhe pyje. Ali kërkon që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të mos hedhin gjëra që mund të shkaktojnë zjarre që mund të kenë edhe pasoja të padëshirueshme.